Unë i kam dhënë kohë zotit Sheaj në këtë muaj, po dhe vetes për të reflektuar, sepse nuk e kam dash të konflikt, sepse ai që fërkon barku nga kruaj konflikti është Edi Rama. Po zoti Sheaj e kërkoi me qiri, duke pretenduar që pas kemi gjëra për të fshehur dhe frikë. Unë s'kam pas frikë nga Edi Rama dhe Sali Berisha, jo më nga Agroni. Unë nuk kam dash të krijoj një kurs konflikti me stres, po kush kërkon luft do gjej. Si ta doj, ashtu do ta gjej. Sot po dorëzoj si dëmtuar akuzues Tadin pranë gjykatës posaçme dhe zoti Sheaj duhet vi këtu me dokumenta, se këtu nuk është televizor me këtu të kot sa për të hedhë hysyve njerëz. Me dokumenta duhet vi të provoj pretendimin. Unë Adriatik Lapaj me përgjegjësi të plotë nuk kam në Republikën e Shqipërisë as unë, as nëna, as babai dhe as një familjar i rrethit parë timin, as një metër tokë në Republikën e Shqipërisë. 1 metër, jo më shumë.